Projekti Policia dhe Komuniteti, një bashkëpunimi domosdoshëm për një jetë më të sigurt, po zbatohet tashmë nga Observatori për të drejtat e fëmijëve në Shkodër me financim dhe mbështetje suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit mbi policimin në komunitet. Takimi i parë u fokusua me grupin komunitar të rajonit 3, ku si qëllim kryesor mbetet rritja e nivelit të informacionit mbi policimin në komunitet. Vetë fjala Observator për drejtat e fëmijëve, puna jon, kyçe, është e vendosur pikërisht ke fëmijët, ke garantimi i jetës dhe i sigurisë jetës për ta, për të pasur dhe për të realizuar të drejtat e tyre. Jo vetëm ne të themi si një entitet minim, i vogël, ose shoqëria shumë e madhe, institucionet, individët, institucionet e tjera fetare, është një mori e gjerë. Dhe në këtë mori të gjerë të cilën e përbën komplet shoqërinë tonë, nisma, prezenca, modeli, ajo që angazhimi i punës tonë janë mikro, janë të vogla. Takimi shërben për me rrit nivelin e informacionit tuaj, një policinë komunitet, një policinë i cili vjen si një shërben komunitar, me filozofinë e tij dhe pozitivitetet që cilët sjell ky shërben komunitar tek jo. Por jo vetë, sepse takimi i sotëm shërben edhe për me vendosur ura bashkëpunimit apo për me vendosur partneritetet të mira ndërmjet grupit komunitar që ju përkatësoni dhe oficerëve të policisë për të ruajtur rangën dhe sigurinë në rajonin ku ju jetoni. Përmes të tilla takimeve synohet ngritja një rrjeti bashkëpunimi mes grupit komunitar, njësive administrative përkatëse dhe oficerëve të policisë të mandatuar për të garantuar rendin dhe sigurinë në komunitet. Kërkesë kryesore e të pranishmëve ishte rritja e sigurisë veçanërisht në ambientet e shkollave, në hyrjet e tyre, prezenca e policisë në komunitet si dhe rritja e ndërgjegjësimit të vetë komunitetit për të denoncuar çdo problematik, duke patur si fokus parandalimin.